Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sot sërish së bashku në kanalin ton për të ndarë me ju një histori që mua më ka rëmbyer që ta komentoj. Ju keni parë një çift në thumbnailin e kësaj videos, por edhe gjatë videos ju po shikoni një çift. Një çift i cili ka bërë një vepër shumë unike. Unë e di se ëndra e të gjithë femrave që në momentin kur ata lindin dhe gjatë kohës kur ata rriten, kanë një ëndër të vetme. Dhe ëndra e tyre është të veshin fustanin e bardhë dhe të duken princesha. Të bëjnë një dasëm të madhe, të ftojnë miqtë të tyre, të ketë një super ushqim luks, të ketë momente fantastike, por ky çifti që janë të huaj kanë preferuar që dasmën e tyre, momentin e tyre më të bukur të jetës, momentin kyç të jetës së tyre, do me thënë kështu të paktën transmetohet, që është momenti më i bukur i jetës, pasi që dasma simbolizon kryqëzimin e një dashurie, të një sakrifice që një djalë dhe një vajzë kanë bërë, të atyre telefonatave të fshehura, të atyre mesazheve me numër të fshehur dhe me emër tjetër që mos ta kuptoj babi, nëna. Do me thënë, një momente që çiftet sot, kur ulen mes njëri tjetrit, i kujtojnë me nostalgji, i kujtojnë me buzëqeshje, i kujtojnë me humor, i kujtojnë si ditët më të bukura të jetës së tyre. Dhe duke pasuar në gjithë këtë sakrificën, do me thënë duke kaluar gjithë këtë rrugë, çiftet zakonisht vendosin që të bëjnë një moment shumë të bukur, duke ftuar të gjithë miqt, familjarët, njerëzit e afërt dhe bëjnë dasmën. Por ky çift i dashur nuk bëri dasmën. Çfarë bëri ky çift? Tani, matematika që e kanë bërë këto, për shembull, i ka dalë këtij 10.000-20.000 euro i ka dalë restoranti. Plus muzika aty, plus fustani i bardhë, jo këto tuaj që vejnë shumë flori, do të thënë i bëhet këtij 50.000 euro dasëm. Dhe çfarë do bën ky? Ka thonë që unë tash do bëj një vepër të bukur. Jemi në muajin e Ramazanit, jemi në këtë muaj të shenjtë, unë tash do bëj një vepër shumë të mirë. Gruan time do ta vesh me fustan të bardhë, do t'i vej dhe kuror në kokë, do t'i vej dhe velo, do me thënë do e bëj nuse komplet, por edhe veten time do e vesh me një super kostum të bukur që ta shijoj këtë momentin që unë po martohem, por ne nuk do ta bëjmë dasmën në restorant, as nuk do të shtrojmë tavolina luksoze, as nuk do të bëjmë dekore, as nuk do të paguajmë këngëtar me nga 5.000 euro muzikë, por ne këtë ditë do ta kujtojmë si një ndër ditën që kemi bërë veprat më të bukura të jetës tonë. Tani ju ndoshta vrisni mendjen që na thot ky Tyroni çka kanë bërë se na piu gjakun. Këto kanë bërë një diçka shumë të bukur. Kanë ikur në një gjelltore, e kanë paguar atë gjelltores pronarit, edhe i kanë thonë, o zotni, i kanë thonë, gatuj ti, ja ku i ke për 20.000 euro gatuj ushqim, edhe t'u japim të gjithë jetimëve dhe të gjithë të varfërve. Dhe nusja me fustanin e bardhë ka ikur nga shtëpia e babës së saj, ka shku e ka marrë ky buri huj, ky biri botës, edhe e ka çuar tek kjo gjelltoria. Kanë ikur të dy aty, do me thënë ka qenë në marrëveshje mes njëri tjetrit, edhe kanë filluar gjatë gjithë ditës së tyre të japin ushqime falas. Edhe të gjithë fëmijët jetim, do të thënë në zonën ku jetojnë këto, ka shumë të varfër, ka shumë njerëz të cilët nuk kanë lek, të gjithë fëmijët jetim kanë shkuar, kanë marrur ushqime falas, edhe kanë kaluar një momentin e bukur të jetës së tyre. Tani kur e pashun këtë videon dhe kur e shoh këtë çiftin sa të ëmbël janë, sa njerëzor janë, unë them që njerëzit e mirë dhe njerëzit shpirt mirë, mirëbërës, njerëzit unik, Zoti i krijon të veçantë. Zoti i krijon aq të bukur në pamjet e tyre, sa që nga bukuria e tyre ato rezatojnë vetëm mirësi dhe kjo mirësia shpërndahet tek të gjithë. Të bësh një vepër kaq unike nuk është të turp. Të bësh një vepër kaq të mirë ti fiton relata, fiton
vlera, fiton ngritje shpirtërore, pika e parë njëherë tek krijuesi, edhe më pas edhe tek shoqëria në të cilën ti jeton. Ky çifti po përflitet nëpër të gjitha mediat botërore për gjën të cilën e kanë bërë. Dhe nga në një pjatë plastikës, ato kanë përgatitur ushqimin dhe çdo fëmijë i cili nuk ka patur mundësinë financiare të prindërve të tyre, çdo familje që nuk ka patur se me se të gatuaj iftarin, kanë shkuar këtë ditë, kanë marrur tek kjo gjelltoria dhe kanë jetuar një moment të bukur në jetën e tyre, një moment që në fakt e kanë ndarë me të gjithë. Është një histori që na frymëzon në këtë botë ku ne po dëgjojmë vetëm lajme të çthurura, po dëgjojmë vetëm lajme tronditse, vrasjen e grave, përdhunime, për shembull rastet në Shqipëri, goca 12 vjeçare të droguara që kishin ikur nëpër hotele etj etj. Do të thënë lajme që ne na fusin në depresion, janë ca lajme emocionale që në fakt kur e shikon për herë të parë ty përlotesh, të jep një ndjesi shpirtërore i çik si të rënd, por më pas kur vazhdon e shikon të bën që ti të kuptosh që në këtë botë ka vlerë që të japim momente të bukura, ka vlerë që të japim dashuri dhe ka vlerë që të bëjmë familje të lumtura. Cili ka qenë mesazhi i gjithë këtij çifti që ka bërë me këtë gjë? Mesazhi i këtij çiftit ka qenë që le të gëzojmë familjet tona, le të gëzojmë familjen tonë. Do me thënë, nuk ka më bukur se sa ne të bëjmë vepra të bukura që ato veprat do të pasojnë edhe tek bashkëshortet tona, bashkëshortërit tanë, por edhe tek fëmijët tanë. Sepse të bësh një vepër të bukur, ti ke vënë një gur themel në shtëpinë tënde dhe në familjen tënde. Dhe kështu që këto vepra na mësojnë që ne si popull, të paktën në Ballkan, që kohën e fundit vetëm po japim më të keqen e vetes tonë, të ulemi dhe të informojmë veten që në botë po ndodhin gjëra të bukura, ka njerëz që nuk kanë të hanë bukë, ka njerëz që nuk kanë shtëpia, ka njerëz që jetojnë nëpër rrugë, ka njerëz që po vriten çdo ditë nga bombat edhe nga armët, ka fëmijë që para syve të tyre shikojnë se si po avrasin prindërit dhe në fund të ditës ne duke i patur gjitha këto të mirat, duke patur gjithë këtë luksin, duke patur gjithë këtë dashurinë, ne nuk respektojmë familjen, ne nuk ndajmë kohë me familjen, ne nuk ndajmë kohë me njerëzit tanë të dashur, ne në fund të ditës nuk e pim një kafe me njeriun tonë të dashur dhe duam ne që të kemi suksesin. Dhe ky mesazhi që ka bërë ky çifti tregon që në fund të ditës një dashuri bën çdo gjë. Dashuria është arma më e bukur e botës dhe me dashuri mund të shërojmë shpirtra pafund. Dhe kështu bëri ky çift. Nuk preferoi që të bën një dasëm unike, nuk preferoi që të bën një dasëm të madhe, por preferoi që të ndihmon disa jetim. Besoj që kjo historia do t'ju pëlqen shumë, edhe ju këtë historinë do ta shpërndani me miqtë të tuaj, shpërndajeni sa më shumë tek miqtë të tuaj, që edhe miqtë të tuaj të dëgjojnë një ngjarje kaq të bukur dhe të kalojnë një moment emocional të bukur në familjen e tyre.